Okej, kjo është një foto që publikohet për herë të parë, është ekskluzive, edhe askush që sa vite që po bën. Çfarë është kjo foto? Kjo është unë do t'ja përmend vetëm emrin, jo mbi emrin. Ky është Dave. Ai amerikani? Po, është shefi i CIA-s për krejt Ballkan, ka qenë atë kohë. Shefi i CIA-s? Po. Edhe jemi në para objektit shikut në Kuks. Po? Gjatë një aksionit bombardimeve, kur I kemi jep koordinatat që aeroplanet... Po personi tjetër kush është? Astriti, jam unë. Ti aty? Unë jam aty. Ale qa thua, mbur? Do thotë, është fotografi që më do shta thënë çdo protokoll shtetit Amerikan që njëjtë CIA-s del me flamur shqiptar, edhe unë kam flamurin Amerikan. Dhe ti me flamur Amerikan? Amerikan, po. Ua, sa e bukur, po ti e to është një rast kur Bislim Zurapi edhe Zeka Gjavit Aliti kërkojnë që të bombardohet një pjesë e pashtrikut lartë ka Kërshi Vlanës, sepse ishte shumë rrezik, edhe ai aksion o dash me për 2 orë, 3 orë. Na jemi konë në bord të shikut, një fotografi tjetër sigurisht do tjetë edhe kolonel Ram Kuca, shefi shikut, edhe do të këta e kanë shu koordinatin direkt në Washington, jo në Bruxelles, edhe gjatë aksionit aeroplaneve u bombardu Kërshi Vlanës është quajtur. Me çfarë u bombardua? Nga aeroplanet amerikanë, naturisht. Jo, sigurisht, po çfarë aeroplan? Saksisht nuk e di. Nuk e di, a? Ja, saksisht. Foto tjetër, që nga jazë, ti e ke korniz besoj këtë në shtëpi. Po, kam. Këtu? Këtu jemi në një takim me ekipin e KFOR-it, që do të janë aty KFOR-i amerikanë, që ata sheu, po, që unë jam aty në mes. Unë këtu e mbaj takimin, ai me syze. Me syze? Po, këtu është. Ku ke syze tani ti? Unë I kam opëru syze, I kam majtë për mi 15 vite syzet. Ti bëj dhe për kësyrsin aty? Jo, unë isha koordinatori shtabit përgjithshëm me ekipin e tyre. Edhe janë pjesëtar ndryshëm të KFOR-it, që jemi ullë pas lufte për me bisedu për çështjen e transformimit apo demilitarizimit. Tani, kam një pyetje, a kemi në një database të sakt? Sa është numri I luftëtarëve të UÇK-s? Oke, kjo është një pyetje që duhet të sqaru pak ma zgjanimisht. Unë me urdhër Tagim Çekut, ish shefit shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, pas hyrjes të KFOR-it, po me NATO-s Kosovë, unë jam emëruar koordinatori shtabit përgjithshëm me IOM. IOM, do thotë që ka qenë organizat për risocializimin e transformimin e jetën civile të ushtarëve krejt. Çdo numër që mund të jepet, mund të ketë shpjegimet ndryshme. Sepse ligji, veteran, okej, ti thu sa ushtar apo sa luftetar? Atëherë po themi sa antar? Okej, antar kanë mund me qenë 50.000, 60.000, po luftetar veteran, edhe zot e kësaj dite nuk janë mbi 20.000. Këtë duhet ta sqarojnë opinionin. Po sa është numri sakt? Ma thuaj me shifër? Po nuk mund thuhet me shifër pa I nda kategoritë. Se ju keni edhe në kategori? Se me ligj... Mirë, të gjitha kategoritë, sa bëjmë? Veteran mund tjetë edhe Roland Qafoku, që ka ndihmu mediatikisht në mënyrën më absolute UÇK. Jo, për mua do ishte ndërë, por nuk mund të futë. Por Roland Qafoku nuk do tjetë veteran luftetar, është veteran luftetar, veteran antar dhe veteran pjesëtar. Mirë, veteran luftetar, sa ishe? S'ka mi 20.000. Jetë duke thënë 20.000? Jam kështu super I sigurt, se unë kam punu në shtapin përgjithshëm në departamentin e personelit. Do dhe 20.000 luftetar? Pa, luftetar. Veteran luftetar. Veteran luftetar. Po. Kategori e dytë? Kategori e dytë mund t'jenë 13.000, 14.000. Qa janë ta? Veteran pjesëtar. Pjesëtar. Që do të thotë? Rolandi ka luftu në 98-ën, po për shkaqe të ndryshme, pasi ka qenë në ushtri vullnetare, e ke lëshu ushtrinë dhe e shku të familja jote, apo e këtu përëndim, e nga këta që kanë qenë dhe janë kësyrë. Do të thotë, ata quhen veteran pjesëtar. Do të thotë, nuk e kanë përfunduar luftën. Po. Dhe kategoria tretë? Është veteran antar. Sa? Sa mund tjetë aty 15.000, ndoshta 12.000, varet sa... Qarë bëri këta? Këta veteran antar është njerëz që kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme për luftën. Jo çdo një individ me para, me logjistikë. Po ja, kanë qenë atë kategorizuar, se tash me para kanë ndihmu komplet popullsia jashtë, po mendoj Mërgata. Por Rolandi ka qenë
kryetari i fondit Vellinja 3. Rolandi o marrë me blerjen e mjeteve për luftën. Rolandi ka transportuar mjete. Do të thënë, zoti Uskaj, e gjitha, do të shumatori e gjitha është 50.000. 50.000 aty do të jetë, po. E kjo edhe një sqarim. Kjo duhet opinioni ta kupton. Mos thonë kur, janë duke u paguar 60.000 veteranë 60.000. No, as sot e kësaj dite nuk marrin paga apo atë pensionin stimulus. Sa merr një veteran sot? 205 euro më duket, më unë s'marr. E ke parasysh? Po të treja kategoritë njësoj? Jo, vetëm veterani luftetar. Vetëm ata marrin 20.000. 20.000. As veterani pjesëtar, as veterani antar. Do 20.000 merr 205 euro. 205 euro, shumë pak. Shumë pak, o pension stimulus, që apo diun që janë ato, beneficione si janë ato. Vetëm ata që jetojnë në Kosovë? Po, vetëm veteran që janë në Kosovë edhe që janë veteran luftetar. Se në certifikatin e veteranit është e kategorizume. Do të kur Komisioni Shtetëror, pranë Kryeministrisë, që i ka bo verifikimin e veteranëve, ka shkru veteran luftetar, veteran antar dhe veteran pjesëtar. Tani, dashakëqit apo gojkëqit, nuk thonë janë 20.000 veteran, po janë 60.000 veteran, natyrisht janë veteran 60.000, po janë 3 kategori. E kuptoj, shumë i qartë. Foto tjetër, ecim, se kemi shumë foto për të kohë. Këtu? Këtu, ja, Ram Kuca, kolonel Ram Kuca, unë jam në mes, që 2 gjipat amerikanë do të thotë janë me C-25, tu jeni të shiku i Kuksit? I Kuksit janë me tabela diplomatike, edhe ai ka qenë një zavend si një personi ekipit amerikanë. Foto tjetër? Po këtu? Okej, këtu jemi në New Jersey. Këtu jemi në nëntort në 88-ës. Në nëntort të 88-ës? Jam këty nga lufta, kam shku për festat e flamurit në Amerikë për sëri, për mu majtë takime me komunitet. Dhe u këtheve për sëri? Po, jam këtu i për sëri, mrapa. Ai këtu, në fillim është Veton Binakaj, në zyrin e Veton Binakaj, unë jam krahun e ti, ky ullër është, më falë, ai agroni, ky Vetoni, Lum Haxhiu, ndoshta ja keni dëgjuar emrin të gjithëve, ai është Xhabir Zharku, komandant Çorri, edhe ky është Sadri Binakaj, vllau i këtyre 2 Vetonit dhe Agron Binakaj. Këtu kemi qenë në New Jersey, të Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, tu bo diskutime për çështjen e armatimit, se si të vjetë armatimi në Shqipëri dhe përse në Kosovë? Po, kemi diskutuar ndoshta në opinion për ato snajperkat 12.5, Barrel, Grizzly, ato. Se ju keni dërguar ato snajperet? Me ato Chicago 00? Po, absolut. Ju keni dërguar ato? No, vetëm unë, po grupi... Po grupi juaj? Se 2 nga ato ju sekuestruan në Rinës? Jo, kemi e vetë. Jo, kësën prapë? Jo, kemi dhuru, sinqerisht. Tani, pritani, se unë kam bërë raport lajmë... Ata i kanë sekuestru... Dogana shqiptare, bërë një skandal në atë ko, për tur ta ketë, kanë ngellur një orë më... Janë arrestuar 2 persona. Enver Isufi dhe Kolgojqi. Nuk i mbajmë në emra. Enver Isufi dhe turpi më madh, Dogana shqiptare, sekuestroi dhe arrestoi për 2 snajpera të ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Rinas, që kishin me avion. Mirë, po gjatë diskutimeve që kanë thonë ai marrë, mos i marrim, kanë thonë okej, ju mund t'i merrni. Jo kemi lënë policisë. Dhe ato nuk shkuan në çik? Jo, nuk shkuan, absolutisht. Me vërtetë ke, po ky skandal. Po pse skandal? 2 snajperë kemi dhuru policisë shqiptare sen së boja. Ora më ne kishim nevojë të luftonim Kosovës, ne policia shqiptare. Lutem. Foto tjetër, jo, është turpi më i madh i doganave shqiptare.